qofse do ngeleshim vetëm tek analiza e deklaratës, atëherë Jo, këtu jemi pyetje e parë, pastaj do zbresim. Qofse atëherë sfida jote për 4 burra mund të interpretohet ta zëm që mundet që me një fije leshi të bëjmë një triko apo jo. Domethënë unë mendoj që është vështirë që ta bëjmë. Sigurisht. Së dyti, nëse do ngelet ajo metafora e preçit shkëlqen tek metaforat që është ekspres i bluar mirë dhe ka ngelur vetëm janë hequr emrat, ka ngelur vetëm ajo. Prap i bie që ne të shtihem fallë, domethënë mbi një filxhan kafe, por kafe ka qenë e hollë, kur ata fallxhorët kërkojnë që kur ata që pinë kafe duhet të pinë kafe trash, kupton që të ngelen gjurmë të mira. Kështu që për ta kuptuar qëndrimin amerikan, mendoj, duke dalë nga shakaja, duhet të shkojmë edhe në 2 qëndrime të tjera, pra 2 qëndrime shtesë komplementare që e plotësojnë qëndrimin amerikan. Po i referojmë më të fundit, nëse nuk do ta injorojmë ta zëm qëndrimin e Jared Kushner në takimin e fundit në prani të këtë konferencë për investime. Por edhe ai paguar për punësh, i paguar domethënë pikërisht, në funksion. Por ai është njeriu i cili ndërmjetësoi firmosjen e mbi 1.000 miliard dollarëve të Trumpit me këto vendet e Gjirit Persik, me Arabinë Saudite, me Emiratet, me Katarin. Por po e shmanga atë se nuk ka lidhje ndoshta me filxhanin tonë. Po i referohem deklaratës së fundit për gënjeshtruese të Richard Grenellit për zotin Lela për portalin Politico, në cilin ai zgjolli qëllimisht që të përgënjeshtronte Lelan, që dihet që është zëdhënësi i Dodit Berisha, në lidhje me një lajm që kishte burim hashtagun dhe që referoi takimit munguar të Ramës me administratën apo me ekipin e Trumpit, dhe fjalia që përdori në fund është kjo. Edhe do ta them që pse kam zgjedhur Grenell. E kuptoj që je vetëm disa ditë larg zgjedhje të rëndësishme. E kuptoj që emocionet janë të larta. Kam ndjekur zgjedhjet tuaja në heshtje nga distanca, sepse Shqipëria është një aleat e rëndësishme dhe besuar e NATO-s për Amerikën, dhe një nga vendet më të preferuar për vizituar dhe pushuar. Me këtë duhet të them që nëse ti bashkojmë këtë deklaratë shkurtër dhe me këtë deklaratën tjetër, atëherë kuptohet qëndrimi amerikan, i cili është që ne jemi për Shqipërinë pavarësisht se kush fiton, pra është shtuar sigurisht doza e neutralitetit në raport me deklarimin e 2021-shit. Kjo është e qartë. Për këtë bjem dakord gjithë. Por që Shqipëria pra vazhdon të ngelet për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleat dhe partner i rëndësishëm. Kush e di, kush është informuar për këto zërat jo thjesht tashateme, Grenell është parashikuar madje që të pushohet, vinte bashkë me Jared Kushner këtë konferencën e investime që kishin organizuar një kompani saudite, por duket e ka shtyr ardhin. Dhe pra kuadri mendoj bëhet i plot që ta shtihen fallin tamam, dhe ka një tjetër deklarat të zëvendës sekretarit amerikan të shtetit, Christopher Landau, në asamblen parlamentare të NATO, cilën sot e ka shpërndar. I cili vërteton këto që ne do të pyesim më poshtë. Po, kështu që nëse mund t'i lexosh ti ato, jo, do të futim në një moment caktuar, sepse ka kontekst për pyetjet që kam unë më pas. Pra në gjykimin tim, pse zgjodha Grenell? Grenell sot, në mungesë të një politike zyrtare të shprehur amerikane për Ballkanin, është njeriu më i rëndësishëm brenda kësaj administrate, niveli më i lartë i saj, madje më i lartë se ç'duhet për Ballkanin, i cili është shërben si referim për ne. Nëse ai tani në Kosovë, domethënë Kosovë po flas për Kosovën politike ose për Kosovën e vetëvendosjes, ata mendojnë që ai drejton vetëm këtë qendër kulturore Kennedy, që organizon shfaqje. Kjo është banale. Postimin që bëri Grenell e shpërndau djali i presidentit Trump, Donald Trump Jr. Pra, ta nënvlerësosh nuk është mirë një njeri që është kaq i afërt. Është e vërteta që thotë Preçi që brenda një presidence kaq të fuqishme si ajo e Trumpit ka disa rryma. Mundet që kjo të mos jetë rrymë dominante, mundet që kjo rrymë të jetë përplasje me rrymë tjetër, që është e udhëhequr nga shefi i kabinetit. Por ama që kjo është një rrymë e rëndësishme, e përfaqësuar nga Grenell dhe djali i presidentit Trump, kjo është pak, por është e vërtetë. Për ta kontekstualizuar me rajonin, domethënë që kjo politika amerikane është e tërhequr dhe ka vetëm
prioritetet qarta si ato që duken të kjo deklarata e fundit, që janë stabiliteti, vazhdimësia, zhvillimi ekonomik, kjo duket qartë. Por, po ashtu duket qartë që në atë përplasjen që shihet apo perceptohet afër presidentit Trump, ka faktorë të rëndësishëm, të cilët mund të jenë problematik për këtë qeveri. Do të jemi realist. Për shembull, Laci Vita, me gjithë që Rama tentoi që ta relativizonte, ta minimizonte, është dikush i afërt me shefin e kabinetit, që mendohet nga njerëzit më të fuqishëm të presidentit Trump, ndoshta më e fuqishme. Apo jo. Dhe ajo është një njeri e cila me gjas, sipas atyre të mirë informuarve, e ka anulluar takimin e Vučićit me Trumpin në Mar-a-Lago. Domethënë, megjithëse Serbia është i shtet që lobon fuqishëm, ndoshta me 20 milion po them pagesa e lishme nëpërmjet këtyre organizatave të biznesit edhe të tregtisë, pra në emër të nxitjes bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar, jepen ligjërisht 20 milion dollar në vit. Dhe ajo ka ndërhyrë për të mos t'ia dhënë këtë bonus Vučićit që pastaj u pa të shkonte në Moskë. Pra, është një marrëdhënie delikate, por nga shenjat që duken, nga bashkimi i gjithë shenjave që duken, unë mendoj që ata janë në favor të stabilitetit. Janë në favor të mos riciklimit të ankesave të lashta. Ankesat e lashta nuk i shërbejnë. Janë atë që ne ja ofrojmë kapitalin ton, por mos na lodhi me drejtime ekstreme. Pra, ky është... Dhe pastaj në fund mbështetin fituesin dhe të fortin. Mbështetin fituesin dhe të fortin. Kjo mendoj që kjo do të qartë. Dhe mbajmë parasysh diçka tjetër. Amerika nuk ka në Ballkan. Fituesin dhe të fortin e duan shumë. Nuk ka në Ballkan, dhe këtë do ta themi, ambasador në Malzi, ambasador në Kosovë, ambasador në Shqipëri, ambasadorja në Maqedoni është me i këmbë për tikur, ambasadorja në Serbi nuk ka ardhur ende, kështu që është një situatë në cilën s'ka drejtues për Ballkanin në Departament të Shtetit. Pa kjo është situata e përgjithshme e politikës amerikane për Ballkanin dhe për Shqipërinë. Po, Andi, do thush një gjë si do e më thënë vetëm një fjali për këtë. po thuaj këtë fjali. Mos harrojmë një gjë, yllish se protagonizmin amerikan e kanë prodhu problematikat e vendeve, kryesisht. Nëse vendet nuk kanë problematika për negocime, për ndërmjetësim, nuk ka e të bëhet që sharake protagonizmi. Pra thelbësisht, protagonizmin e SBA-ve në Shqipëri dhe në Kosovë e kanë prodhu problematikat e brendshme. Tash le të imagjinojmë sikur këto problematikat ngelin. Që Shtetet Bashkuara vinin te këto problematika, futen aty dhe pastaj kur ikin, lënë presidentin që kanë zgjedhur ata në Afganistan, mbledh të gjitha parat që ka vjedhur, që gati i bie avioni, aeroplani nga pesha e parave të vjedhura, qaratiset lënë dhe bënë lesheli vendi, kur ikën ai, nga Bideni ikën, le ta lëm Trumpit, ikën ata, dha urdhër për të ikur, një minutë. E tha pra Trumpi para pak ditë, nuk do të çemo demokraci me ushtrinë në përvendje të tjera. Dhe merr e bën atë vend copa, e lë ashtu pastaj vjedh parat ai që ka qenë president në hijen tënde, dhe e bën copa. Imagjino pa ta. Unë mendoj që këtë boshllëk që mund të krijojë Amerika me këto që edhe në një deklaratë ku nuk përmendet fjala demokracia asnjëherë, është shqetësuese,